Më inspiro pse shkojmë në shumë galerinë, kemi shku në Spanjë, në New York, në Vjenë, në Strasburg. Në muze ka shumë portreta edhe portretat janë ma të mirë pse janë të lehtë me vizatu edhe simbolizojnë diçka. Një ditë kam pa diçka në YouTube edhe kam vizatu në një kanvas që kishim në shtëpi. 30 minuta duheshte, e kam tregu babit edhe babi mu ka thënë që te një art class. Ka ardhur një ditë prej shkolle dhe ka bërë një vizatim të një librit që unë nuk e dija se ekziston, po ditën tjetër kërkoj me ja blej atë libër edhe pash që i kishte kopju pike presje në vizatim edhe në tekst. Talentin e kemi zbulu për shkak se nuk ka përdor ekran edhe nuk ka pas tablete, telefona, aksigjana. Në shtëpi ose kur kemi udhëtu dikun nuk ka pas opsione tjera përveç se me lexu ose me vizatu. Dhe mendoj se kështu i ka ardhur në shprehja i talent që e ka, edhe tash besojmë që do të vazhdon tutje.